zonën e Elbasanit qarkullon prej vitesh një histori e pazakontë, një rrëfim që pak kush e di sakt nga e vërteta fillon, dhe sa është thjesht krijim i gojdhenave. Në qendër një tregim është një djalë i ri nga Gramshi, i cili, sipas thashethemeve të qytetit, rezulton se kishte 5 të dashura nga Elbasani. Ajo që bëri historinë akoma më të veçantë ishte se vajzat ishin motra. Dokumentari ynë ndjek rrënjët e kësaj legjende urbane, si lindi, pse u përhap dhe çfarë simbolizon në realitetin social të zonës. Askush nuk ka prova të qarta, por disa, djali ishte thjesht karizmatik, dikush që dinte të fliste bukur dhe të krijonte miqësi kudo. Për të tjerët, kjo histori nuk ishte gjë tjetër veç se një egzagerim që lindi nga një takim i rastësishëm me një prej motrave dhe më pas u shndrua në një mit të mall të lagjes. Banorë të ndryshëm japin versione kontradiktore. Disa thonë se ai ishte i sjellshëm dhe i respektuar, të tjerë tregojnë me humor se çunat e Gramshit qenë të rrezikshëm. Në fakt, dokumentari eksploron se si thashethemet, konkurrenca sociale dhe fantazia kolektive në një qytet të vogël mund të marrë formën një historie që askush nuk e ka verifikuar, por të gjithë e tregojnë. Në fund, legjenda e motrave të Elbasanit është më pak histori dashurie dhe më shumë tregim për mënyrën se si rrëfimet lindin, fryhen dhe jetojnë më gjatë se sa personat që përmenden në to.